Bismillahirrahmanirrahim. Roli politik. Prej veçorive më të rëndësishme të Islamit është gjithëpërfshirja e tij. Nisur nga mëshira dhe dashuria e madhe për krijesën e vet, Allahu i Madhëruar kishte për qëllim të plotësonte të gjitha nevojat e njeriu në këtë botë, përfshirë edhe nevojat legjislative, të cilat janë siguria e vetme dhe më e madhe për të arritur lumturinë e njerëzve në këtë botë dhe shpëtimin në botën tjetër. Islami nuk ka ardhur thjesht për të sjellë rekomandimin nga lart, nuk ka ardhur thjesht për të dhënë urdhra për permisim, për ndryshim dhe për të reformuar, por bashkë me këtë orientim dhe këshilla, ka sjellë edhe platformën ligjore me zbatimin e së cilës mund të realizohet ky program reformues i shoqërisë. Islami ka ardhur për të konstatuar dhe për të diagnostifikuar sakt problematikat e shoqërisë njerëzore dhe bashkë me sugjerimet ka sjellë edhe ilaçin e duhur për secilin prej sëmundjeve, sikurse e ka udhëruar njeriu ta përdorë atë ilaç. Kjo është prej arsyeve kryesore pse Kurani famëlart i ka dhënë një rëndësi shumë të madhe aspekteve të ndryshme të jetës shoqërore. Ai është interesuar për gjithçka që ka lidhje me jetën e njerëzve, madje edhe me orientimin e tyre politik, dhe i ka trajtuar ato nevoja sipas këndvështrimeve shumë të sakta, në varësi të kushteve dhe të veçorive historike të secilës kohë. Islami ka ardhur për të interesuar për moralin, për normat e sjelljes në shoqëri, sikurse ka ardhur për të trajtuar çështjet e paqes dhe të luftës. Nuk është as pak e çuditshme ta shihni një ditë xhamin që është hedhur në politik dhe ka zbukuruar atë me mirësinë dhe me butësinë që përfaqëson. Ta ndriçojnë atë me udhëzimin e mrekullive hyjnore. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë kështu: xhamit janë qendra të grupimeve dhe të ideve politike. Nisur nga se u përmend më sipër, mund të themi se Islami është shumë i interesuar politik dhe ajo zë një vend të veçantë në shqetësimet dhe dispozitat e tij. Profeti i nderuar, paqja e begatia Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, përveç se i dërguara i Allahut, ka qenë njëkohësisht kryepolitikani apo kreu dhe personaliteti më i lartë shtetëror në qeverinë islame. Ai përfaqësonte majën e piramidës në drejtimin e shoqërisë islame. Organizimi politik ka qenë një prej elementeve edhe tiparave kryesore që ka karakterizuar xhamin. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë kështu: xhamia e profetit, paqja e bekatia Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, nuk ka pasur një profil posaçërisht adhurues. Roli i asaj xhamie nuk ka qenë për të trajtuar vetëm çështjet e lidhura me agjërimin dhe me namazin, por ka pasur gjithashtu rol formues dhe orientues politik. Xhamit janë kështilla të fortifikuara, të cilat Allahu i Madhëruar i ka vendosur në tokë. Për këtë arsye, duhet të përfitojnë prej tyre. Imam Khomeini, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë gjithashtu: jepni jetë revolucionit nëpërmjet xhamive tuaja, sepse ato konsiderohen kështjella e fortifikuar të Islamit. Jepni ngjyrë revolucionit duke mbushur atë thirrje islame.